Sa po shmbyllur ndeshja Beslidhja Shiroka, ekipi Lezhjan fiton me rezultatin 3-0 dhe shpallet fitues në grupin A dhe kualifikohet në kategorinë e parë. Strategu i këtij suksesi se Beslidhjes Lys Flori. Urime. Faleminderit, nuk jam vetë. Po pas presidencën e cila i fut këtij projekti kaq seriozisht. Bashkë me bashkëpunimin me Renato Malote, them se gjithë bashkë kemi qenë aktor të këtij kompozimi, pra jam shumë i kënaqur si bën me një punë kaq shumë të mirë dhe si na dolin pa. Pra është një punë e gjithëve bashku, jo vetëm e Florit, dhe jam i kënaqur si kur zoom edhe në ndeshjen e fundit në shtëpi me një fitore 3-0 dhe e mbyllëm përpara një javë përpara përfundimit të kampionatit arritjen e objektivit në kategorinë më lartë. Është i vështirë sepse siç e kemi theksuar dhe herë të tjera, kemi filluar pak vonë, na dashmë ndërtu një skuadër shumë shpejt dhe duke pa dhe mundësitë që kishim me lojtarë, pra ishte pak e sikletshme. Megjithatë, pat me një organizim jo vetëm tek lojtarët, por pat me një organizim shumë të mirë edhe në terrenet sportive, pra edhe në kushtet, siç i ofruan skuadrës, dhe kur je me të tilla kushte dhe kur je korrekt me çdo gjë, them se ka bën më të lehtë punën e trajnerit. Pra vështirësitë e momentit unë kam kaluar nga stafi, pra na kanë ndihmuar shumë dhe pastaj hap pas hapi dhe javë pas jave skuadra duke u ngjit, kështu që besoj se kemi mos e merituar me arritjen e këtij objektivi. Sa për këtë ekip për kategorinë? Them se është një ekip i cili ka një eksperiencë shumë të mirë, jo vetëm në këtë kategori, por ka lojtarë të cilët unë ju e dini, ka lojtarë të cilët kanë kaluar shumë vite në Super League, ka lojtarë të cilët kanë kaluar shumë vite në kategorinë e parë, por tani më marru me një kampionat ose bë me një arritje dhe mendoj se baza e një ekipi të shëndosh siç është ky ekip do të jetë edhe për vitin tjetër. Lys Flori ka shijuar jo pak trofe me ekipin e vllaznisë, sidomos me ekipet e moshave, por edhe me ekipin e parë. Sa i ka shijuar ju ka shijuar ky Se në drejtën ekip nga kategoria dytë, në kategorinë e parë se kisha provu me nxjerr. Por siç e kam theksuar më përpara, më duket sikur mjet ajo kategoria e parë dhe po kthehet baba në kategorinë që të bëjmë një punë sa më të mirë aty përpara. Suksese prej. Faleminderit juve.